Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala thumma amma ba'd. Të nderuar vëllezër besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pas përfundimit të serisë rrëfimit të Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu, javën e kaluar, dhe para se të fillojmë me serinë e re, të cilën do ta fillojmë inshallah taala me fillimin e muajit shtator, në këtë periudhë është vëllazër gjatë këtij realisht sot edhe muajin korrik, pra 5 javë inshallah taala, do t'i kalojmë së bashku me një temë shumë të rëndësishme, madje tema më e rëndësishme në fenë tonë të shtrenjtë dashur vëllazër. Nuk është një temë që nuk keni dëgjuar apo që nuk dini ndoshta dhe rëndësinë e saj, por kemi nevojë që ta përkujtojmë një tjetër her pas here. Ne që jemi në xhami, por në veçantë ata që ndoshta nuk ofrohen shumë në xhamis ose bin marrë në xhami, është çfarë dashur vëllezër për namazin. Pra këto 5 ligjërata sot dhe 4 e muajit korrik do t'ja kushtojmë pikërisht namazit. Disa ligjërata që kanë bëjnë me këtë detyrë, ibadet e madh, këtë shtyllë për shtyllave të fesë. Me qëllim të dashur vëllezër që ta ngritin dhe dijen e rëndësisë së namazit. Për ata që nuk e falin, ta falin, sepse pa namaz kanë humbë shumë në këtë botë, por humbja e madhe do të jetë pas vdekjes. Por edhe për ne që falemi, që ta falemi edhe me mirë, edhe me zemër, edhe me shumë përkushtim, dhe ta kuptojmë se namazi është pasuria më e madhe që Allahu Azza wa Jalla na ka dhëruar si besimtar. Dhe të mirat e tij janë të shumta. Vlera e namazit është e madhe, inshallah taala do t'i shpërfaqem disa prej tyre gjatë tyre ligjëratave. Po ashtu do vëllezër shpresojmë që të vëdësohen edhe besimtarët vendin tonë në veçanti, sepse pak bojnë namaz, edhe me pak bojnë namaz të rregullt, kurse pozita e namazit në fe është shumë e lartë. E këtë do ta kuptojmë inshallah taala në këtë ligjërat. Realisht ligjërata e parë i kushtohet pikërisht rëndësisë së namazit. Ka shumë pika përmes të cilave do të mund ta cekim ose të flasim për rëndësinë e namazit. Por do të mundohemi me i përmend vetëm disa prej tyre, ndoshta më kryesore, sepse për namazin dhe rëndësinë e namazit që ka në fet duhet me fol me ligjërata të tëra të dashur vëllezër. E një ligjërat është pak, por një lloj përkujtimi për rëndësinë e madhe që ka namazi, për pozitën e lartë që ka namazi, për obligueshmërinë e pakontestueshme që ka namazi, dhe për rrezikun po ashtu të mosfaljes së namazit. Allahu na vëdësoft ya Rabbel Alamin. Namazi dashur vëllezër besimtar është prej obligimeve të para që është bërë muslimanëve në Mekë. Namazi ka qenë ose është prej obligimeve të para që është bërë në Mekë, në fillim të shpalljes. Andaj kur Abu Sufjani e pyeti Herakliun, ose Herakliu e pyeti Abu Sufjanin, se çka pi urdhëron Muhamedi, çka po kërkon ai prej juve, ja përmendi disa gjëra, njëra prej tyre tha, dhe po na ose po thret, po urdhëron që me fal namazin. Andaj namazi ka qenë obligativ
prej fillimit të shpalljes, por në një formë tjetër, kurse këto 5 kohët që ne i falim realisht, këto janë bë obligative në udhëtimin e Israsë, në udhëtimin e Israsë dhe të Miraxhit. Para zakatit, para xherimit, para haxhit, para gjithave është obligu falja namazit. Me dhjetra, me qindra ajetën në Kur'an. Me qindra ajetën në Kur'an. Allahu thret, ose në mënyrë urdhërore, iqimu salat, ose tregon për vlerën e faljes së namazit, ose tregon për rrezikun atyre që se falin namazin, ose flet për shpërblimet e mëdha që i kanë ata që falin namazin. Me qindra ajetën në Kur'an flasin për namazin. Prej fillimit të Kur'anit. Prej fillimit të Kur'anit. E deri në fund atje krejt, namazi përmendet me qindra herë në forma të ndryshme për të tregu për rëndësinë që e ka namazi. Madje tash vëllezër, mënyrat ndryshme që e ka përmendur Allahu, her faleni, her shpërblimin e ata që falin, her rrezikun nga mosfalja e namazit, her cilësitë atyre që janë të devotshëm për tyre falë namazin kështu me radhë, tregojnë për të mirat të mëdha që i ka namazi. Madje tash vëllezër besimtar, namazi ka qenë detyrë edhe për të gjithë profetët e Allahut subhanahu wa taala. Gjithë pejgamberët, për disa prej tyre veç ka ajete të qarta, të cilat kanë treguar se kanë falë namaz, kanë thirrë me falë namaz, i kanë udhëruar popujt e tyre me falë namaz. Gjithë pejgamberët. Madje çuditërisht e kemi Ibrahimin alayhis salam, i cili kur e dërgon bashortën e tij, Haxherën, me djalin ose foshnjën Ismailin në Mekë, në atë vend që nuk ishte bim as gjallës, as shenja për jetesë, as njerëz, as gjallësa, as ujë, as pemë, shkretir. Ibrahim a.s. e dërgoj në vend në manetin ose thirrjen e Zotit, kërkesën e tij. Tha, o Zotim, unë për la familjen time në një shkretir, që nuk ka kur farë shenje të jetesës, as nuk ka kur farë bime. Pse li yuqimu s-salat, që me falë namazin. Subhanallah. S'ka përmen as një detyrë obligim tjetër, ka thonë dietarët për shkak të rëndësisë madhe që e ka namazi. O Zot, unë që tu pejlo, e këtu shumë nuk është asnjë kusht, s'ka kushte për jetesë. O Zot, që po të thonë o Zot, namazin mos ja merr. Mundëseo namazin me falë. Për Zekerien, për Shuaibin, Isa alayhi salatu wassalam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kur ka foli dhe unë ka porositë me fal namazin dhe me dha zakatin sa të jem gjallë. Musa alayhi salatu wassalam, cilit Allahu zoti ka fol direkt. Wa qimi s-salata li dhikri, dhe falën namazin si përkujtim për mu. Pra të tash vëllezër besimtar, namazi ka qenë obligim dhe i gjithë pejgamberëve tjerë, e këtë e ka dëshmuar edhe profeti alayhi salatu wassalam, i cili tregon se ka ardhur Xhibrili dhe mi ka tregu kohët e namazeve, sabahu kur fillon dhe kur mbaron, dreka kur fillon dhe kur mbaron. Një herë ka fal namazin e sabahut në fillim të kohës, herën tjetër në fund të kohës, dhe kështu të 5 kohët i ka thonë mes këtyre dyjave e ka secila kohën e vet. Këto i ka thonë Xhibrili kanë qenë kohët e namazeve edhe për profetët mbarë. Dhe dashur vëllezër, namazi është obligim, ka qenë obligim edhe gjithë pejgamberëve. Namazi është
shtylla kryesore pas shahadetit në fenë tonë të ndëruar vëllezër besimtarë. Pas shahadetit, po pas pranimit në mënyrë vullnetare të fesë Allah subhanahu wa taala dhe dëshmi se nuk ka zot tjetër, vjen më njëherë namazi si argument i kësaj dëshmie. Andaj kanë thonë dietarët, dëshmia vetëm shprehimisht me shprehje, pa e argumentu pastaj me vepra, është problem. Andaj më njëherë mas shahadetit vjen namazi. Ti që po thua ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është dërguar i Tij, pastaj vjen më një test i parë. A është kjo dëshmi e sinqert? E ki për një me? Është namazi. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi Muadhin radhiyallahu ta'ala anhu në Yemen për me thirrë popullin e Yemenit në rrugën Allah subhanahu wa ta'ala, i tha, ja Muadh, ti tha po shkon të një popull me nehlil kitab, që janë popull ose popull që ju ka zbrit libra atyre, ata kanë qenë popull që kanë pas shpallje, pra të krishter. I tregoj se ky popull janë popull i thartë të librit që njihen. Kanë shpallje, e kjo është më rëndësi. Kjo është shumë më rëndësi që njëri kur dënë ose hoxha ose thirrësi, kur dënë me shku dikujna me i bo davet, qoftë individualisht, personal, ose dikujna publikisht, është mirë me ditë pak, me njoft pak, qoftë personin, njerëz me ditë ka janë ata. Qysh me ju qasë, qka me kërku për i tyre, qka kanë ata nevojë ma shumë, dhe cila është më rëndësishme. Andaj, Profeti sallallahu alaihi wasallam po shkon te një popull ehli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah. Gjëja e parë që ata i thret le të jetë Allahun me enjesu, tauhidi, me besu Allahun një. Pastaj tha fa in arafu dhalik, nëse e pranojnë Allahun për Zot, subhanallah. Nëse pranojnë Allahun një, nëse dëshmojnë, ne thonë shahadetin, atëherë thot, tregoj ju, fa akhbirhum anna Allaha farada alejhim 5 salawatin fi jomhim wa lejlihim. Subhanallah. Mas pari, kërko për i tyre me thonë shahadetin, me besu Allahun. E nëse ata e pranojnë, e dëshmojnë, atëherë tregoj se Allahu wa ka bo obligim 5 kohë namaz, gjatë ditës dhe natës. Me dashurëzër, gjëja më rëndësishme pas shahadetit, shtylla kryesore e fesë është namazi, e kjo na bën edhe është një lloj thirrje dhe mesazhi që nëse dëshirojmë dikon me thirrë në fe, e ajo është ndoshta se ka namazin, ti flitet pikërisht për namazin. Sepse rëndësia e namazit është shumë e madhe. Si ka përmend tjera, në fe ka plot detyra. Nëse dëshmojnë Allahun, thuj falën e namazin. Pastaj vazhdo hadithin, nëse e falën namazin, vazhdo me tutje, me zakatin e kështu me radhë. Po ashtu tash është hadithi i njohur që ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, buniyal islamu ala 5, Islami është ngrit mbi 5 shtylla, 5 themele. 5 themele. Islami ka detyra tjera, ka dhe rregulla tjera, ka obligime tjera të shumta, por 5 janë dashurëzër ato shtyllat kryesore të cilat e mbojnë. Dhe rëndësia e këtyre 5 shtyllave është sipas radhitjes që kanë ardhur në argumente. Shahadeti. Ky hadith po thotë, ngrit mbi 5 shtylla, shtylla e parë me dëshmu, me besu Allahun. Kjo bëhet me zemër dhe me gjuhë. Wa iqamis salat, kurse shtylla e dytë më njëherë është dhe falja namazit. Andaj lënia e kësaj shtylle, me dalë te treta ose te katërta ose te pesta dikush e kryen haxhin, po se fal namazin, Allahu na rutja rabbel alamin.
është gabim i madh, ose me agjeru Ramazanin, alhamdulillah, edhe ajo është mirë, është ibadet, mirë po ka diçka më të rëndësishme, ose më përpara se këto ajo është falja namazit. Andaj është shtylla e dytë dhe më rëndësishmja pas shahadetit në fen tonë të dashur vëllezër besimtar. Namazi është obligimi i vetëm të nderuar vëllezër që Allah subhanahu wa taala e ka kërkuar prej besimtarëve në të gjitha situatat. Në gjitha situatat. Në shtëpi, në udhëtar, i shëndosh, i sëmur, i pasur, i varfër, grue, burr, të gjithë. Çdo situatë namazin në asnjë rrethon nuk bën, pas në luftë, nuk ka obligim që obligohet në gjitha situatat përveç namazit. Kjo tregon për rëndësinë që e ka. Po ka situata që namazi falet në forma janë disa lehtësime. Namazi frikës ndryshon për shkak të situatës. Namazi i smurit ndryshon për shkak të shëndetit. Namazi i udhëtarit ndryshon ka lehtësime, por në asnjë rrethon nuk braktiset dhe nuk lihet. Vetëm kur njeriu është pa vetëdije, atëherë nuk ngarkohet me namaz, sikurse nuk ngarkohet me asnjë detyrë tjetër, nga se namazi kërkon logjik, me ditë çka po bëhet. Ai që nuk e ka këto, sigurisht se nuk e ka obligim me asfaljen e namazit. Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta." Ka thënë faleni namazin, rrini gati namazit, hafidhu, runi namazit, runi, kini kujdes namazit, was-salati al-wusta, subhanallah, faleni namazit, pastaj e ka përmend një namaz shumë interesant, që paka shumë besimtarët janë koxha e neglizhojnë për shkak të kohës në cilën falet. Was-salati al-wusta, ai falet në pikë dite, në mes ditës, po për shkak se është piku i punës, e njerëzit janë dhonën mas punës, e mas dunjallakut, e mas tregtisë kështu me radhë, ka mundësi ose e harrojnë, ose e shtyjnë, cili është namazi i kindis. Was-salati al-wusta. Falini namazet e namazin e ikindis gjithsesi, subhanallah. E vrejmë edhe në xhami, do shta për namazet që mas pofti ka xhamat është namazi i kindis. Edhe pse falen mes ditës. Falet ka funi mirë, por megjithatë është interesant që Allahu Zoti ka kushtuar një lehtësim të madh në përgjithësinë e namazeve, e namazet të ikindis, pastaj e ka cek. Pas e thët nëse keni frikë, faleni në forma kur të kalon frika e kështu me radhë, me rëndësi është nuk ka dhënë hapësirë mos me e fal namazet. Thot njëri prej shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam, thot kam pas problem me shëndetin. Kisha thot problem me shëndetin. Imran ibn Husein thot kom pas problem dhe i thash ja Rasulullah. Ja ka treguar prej çka po ankon. Tha salli qa'iman. Tha falun kom. Nëse s'ke mundësi, ta falu ulur. Nëse s'ke mundësi, falu në krahë ose ratë. I thash, ja Rasulullah, kam një problem ka gjatë ma. Një s'munde ka gjatë ronë. Tha falu në kom. Pra kjo është për të gjithë. Po a i që s'munde, tha falu ulur. Nëse s'munde është ulur, tha falu në krahë ose falu ratë, por nuk i tha, e nëse s'munde është ratë, mos e falë heqë, sepse s'ka mundësi kështu. Zbën me la namazin asë një gjendje për deri sot është lëzër ka vetëdije. Subhana dhe është lëzër, namazi është porosia e fundit e profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I ka kushtu shumë rëndësi namazit, ka folë shumë për namazin, ka thirë shumë për me folë namazin, i ka nejt, i ka kushtu shumë rëndësi falës namazit, është falë gjatë, ka plot argumente për namazin, e qysh është falë, e qysh ka thonë më falë, për shkak të rëndësisë madhe që ka,
fjalë të fundit, të ditës së fundit, të frymës së fundit në këtë dynjë para se me dalë dhe me dhanë shpirt, kanë qenë as-sala. Namazin. Madje kanë thonë disa komentatorë, e përseriste, guave këtë ju trosh, së më i keme e qitë mirë, po më ne keme shvej. Sala, këtu i vlejke, po së më i keme shqiptu, sepse po i vjen momenti, po rëndohet gjendja, profeti, po i rëndohet gjendja, s'po mundet me shqiptu fjallë qartë, po e dhresh një tha që po mundohet me thonë namazin, këto jenë fjallë të fundit para se me dalë për i kësoj dynjaje. Dite në hanë, ma djenë në mëngjes, sepse për e të sënë të shërëzër, namazi i fundit që ka folë, ka qenë drejka ose këndia ditë e sajti, që ka folë me xhamat. Pastaj ka rrëhë smundja, s'ka mujt me dalë. E në ti e shfalë kush, imam ka dalë Ebu Bekri. Të hanëm në namazin e sabahat, sahabët të gjithë në gjamia plot. Ebu Bekri dunë vendin e vetë në mihrab. Dhe po dojnë me fillu me falë namazin, profeti a.s. e qeli perden. Kër e pa gjami plot, kër i pa shokët e ti cilët i kishtë të thirë që 23 vite, kër e pa gjamin ashtë të mbushën, kër e pa Abu Bekrin që e kishtë të porosit me dalë në mihrab, i buzëqesh i ftyra. Ka thonë djetarët, kjo është buzëqeshja, të regonë se Profeti selam është i kënaqur me qëtë gjendje. Sikur po thotë alhamdulillah, lirisht tashmë me vdek. Andaj edhe ti vllai dashur, prindë nderuar, kur familja folën namazin të gjithë, dhe shet që po qohet gruaja, djem, rejat, nipat, mesat, për shesh po morën abdes, wallahi, edhe me vdek nuk është problem. Por me vdek e mos me falë namaz është problem. E sahabët u gëzun e Ebu Bekri u tërhash mrapa, sepse shpresun që profeti pas ka bo më mirë, dhe po del prap imam dhe po del me falë namazin mirë, po a i s'kishte forcë, dhe kjo ishte përshëndetja fundit që ja bëri profeti a.s. dhe ishte një farë mesazhi që o sahabe, o shokët e mi, unë e po vdes, po me që gjendje kur ju jeni në xhami, madje në namaz të sabahut, unë jam i kënaqur dhe mbylli perden a.s. dhe mo nuk u ballafaqo dhe nuk u po me shokët e tij, përveç disa familjarë ose rreth ngusht, të cilët i qëndruan afër deri në momentin e vdekjes. Andaj mjafton tash vëllezër kjo gjendje dhe kjo porosia fundit që dha Profeti selam, sikur të mos kishte me qenë mesazhi më i rëndësishëm, se kish përmbledh ose kish përsërit ka shumë të dhon shpirt, as-sala. Dhe kështu Profeti alayhis salam u largon nga kjo dynjë, subhanallahu vëllezër. Është interesant, ka thonë Profeti alayhi salatu wassalam, gjëja e fundit, adhurimi fundit, i cili do të braktiset, është namazi. Pra muslimanët kanë me lanë shumë gjona tjera, dhe po e shohëm. Kanë me lanë shumë obligime kanë me lanë. Namazin hala falin. Thotë Profeti selam, awwalu ma yurfa min an-nasi al-amana. Gjëja e parë që kanë ngritet dhe njerëzit kanë me elon, s'kanë me praktikuar është emaneti. Besa, humë emaneti. Apo e shihni sot? Edhe fal, edhe të mashtron. Po ka tregu Profeti selam. Emaneti quhet i pari.
Nuk ka emanet. Somet suni besëm. Në xhami ndoshta vjen suni besëm. Emaneti ngritet te pari kurse thot wa akhiru ma yabqa as-sala, dhe fundit që ka ngel është namazi. Madje është një pjesë kogja është e vështirë me thonë, po duhet me thonë wa rubba musallin la khayra fi, e ka namazdi që s'ka hajr do. Kjo është fund dynjas. Ka për atyre që falen mirë, po hajr do në ka. Pra ai falen, po i bën gjitha të këqija, ndoshta Allahu na rutja rabbel alamin. Argumenti tash është gjëja e fundit që ka ngele është namazi, e ngritja e namazit, domthonë ti s'ka me të kurrë prej fesë. Që kjo po na duhet që tash. Ata që kanë braktis namazin, ato ku s'falet namaz, si pas ti hadithi, ato nuk ka fe. Sepse thot gjëja fundit që ka ngelet mesin e besimtarëve është namazi. Dhe ose kolektivisht, ose individualisht. Nëse dhe namazin e braktisin, atëherë nuk ka ngele diçka tjetër. Subhanallah, prej porosit është lëzër që profeti alayhi salatu wassalam po jepte ushtarëve ti kur i tërgante në beteja para se me sulmu në një fshat, qytet, lagje, banor, kam pasë obligim me ndëgjua po thirë rezone. Subhanallah. Në atë vend ku thirë rezone, ka thënë, ja, atë muslimani, atë paska besimtarë, subhanallah. Që i bie se nëse nuk thirë rezone dhe s'falet namazi, nuk ka shenjë mirë. Dhe pike fundit të shëllëzër, sepse ka shumë, ose mund flitet shumë për rëndësi namazit nga kënë vështrimet të ndryshme, por i mundu mi përmbledh disa të rëndësishme që përmes tyre me pa rëndësinë që ka namazi. Dhe e fundit që të rëgën për rëndësinë që ka falja namazit, është se namazi është detyra, obligimi, ibadeti i parë për cilën robi ka me dhonë llogari ditën e gjykimit. Pyetja e parë ditën e gjykimit është mbi namazin, rreth namazit. Pyetja e parë. Thot profeti sallallahu awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah aw salatuhu. Gjëja e parë për cilën kanë komo pyet robi ditën e gjykimit është namazi ose namazi i tij. Vazhdon hadithi. Nëse ka lënë mirë në këtë pyetje në namaz, me lejen e Allahut ka me kalu mirë edhe pyetjet tjera që janë më të lehta. Po nëse këtu nuk ka lënë mirë, atëherë pyetjet tjera ka me pas më problem, kështu është hadithi. Ky hadith është edhe për ata që s'falen, që mu falë sa më parë për asën e dik, por është edhe për ne që falemi, që namazin e falë sa më mirë. Po e dem dhe ki qarë se namazi është që ki me dhonë mas parë llogari për ta. Andaj mundohë namazin me kry mënyrën më të mirë dhe pastaj me pas më letë. Po thot profeti selam, nëse namaz kalon mirë, e fal në rregull, e fal në kohë, e fal që shka kërku profeti selam, tjera të t'i ma letë. Dhe runa Zot, nëse në namaz ka probleme, nëse në namaz mundemi se dështojmë, ose dikush dështon, atëherë është tjera të mrapa janë edhe më të vështira, dhe besimtarët dhe ketë edhe me vështirë,
Allahu na vëdisoft ja Rabbel Alamin për rëndësinë që e ka namazin, për peshën që e ka namazin, për obligueshmërinë që e ka namazin, për vlerën që e ka namazin, për të mirat e tij të shumta për cilat do flasim inshallah në ligjëratat e ardhshme. Neve, familjet tona, besimtarët në rreth këto që i kemë, popullin dhe besimtarët mbarë, sepse namazi është pjesa kryesore e fesë islame. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه